Peshkatari Kurt dashuronte zbulimin e vendeve të reja, si dhe kërkimin e llojeve të reja të peshqeve, por ai kurrë nuk e kishte imagjinuar se do të ndeshej me misterin më të madh të jetës së tij. Ai dhe ekuipazhi i tij nxorën një objekt të panjohur nga uji, pa e kuptuar se ky ishte fillimi i diçkaje shumë të rëndësishme. Ajo që zbuluan më pas u shkaktoi rëndime në shtyllën kurrizore. Kurti nuk mund ta kuptonte objektin para tij. Ishte shumë më i madh dhe më i rëndë se sa e kishte parashikuar, gjë që pothuajse do t'i kushtonte vinçin e tij më të shtrenjtë. Por kjo nuk ishte e gjitha. Ekuipazhi i tij bërtiti sapo pa objektin. Ata donin ta hidhnin sërish në det dhe të mos ktheheshin më kurrë. Edhe pse Kurti kishte ide të tjera, ky nuk ishte një objekt që do ta gjenin sërish ndonjëherë. Dhe ai ishte gati të zbulonte se çfarë ishte. Ata zbërthyen kabllon kur objekti ul me sukses në kuvertë. Kurti eci rreth objektit dhe e vëzhgoi me vëmendje. Megjithatë, kjo nuk ishte diçka që ai mund ta zgjidhte i vetëm. Ai kishte nevojë për përforcime. Por kur përforcimet mbërritën, i than diçka që ai nuk do të harronte kurrë. Përpara se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende, dhe shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Ka shumë lloje sendesh që mund të humbasin në det. Pothuajse 95% e atyre gjërave nuk janë zbuluar ende. Gjë që i bën njerëzit shumë kurioz se çfarë mund të fshihet në pjesët më të thella dhe më të errta të detit. Për këtë arsye, Kurti fillimisht ngriti biznesin e tij të zhytjes dhe peshkimit. Kurti kishte qenë gjithmonë i interesuar për detin, veçanërisht për llojet e shumta të peshqeve. Është e jashtëzakonshme se sa shumë prej tyre nuk janë zbuluar ende, si dhe se si çdo lloj përshtatet me shtëpinë e tij. Kurti adhuron të zbulojë lloje të reja dhe të ndihmojë në vendosjen e tyre në hartë. Megjithatë, peshku nuk është vetmja gjë që ai gjen. Nuk ishte vetëm për peshkun. Po, babai i tij kishte qenë peshkatar. Dhe po, Kurti e kishte ditur gjithmonë se do të ndiqte hapat e tij për shkak të dashurisë për peshkun. Por kishte edhe diçka tjetër. Kurti është një njeri aventurier që gjithmonë dëshironte të zbulonte vende të reja. Por ka një problem. Problemi kryesor me të cilin Kurti luftonte është se ai ndonjëherë zbulonte një vend që askush nuk supozohej ta shihte. Kurti kishte marrë paralajmërime të shumta nga korporata private se duhej të ndalonte atë që po bënte. Ai kishte gjetur tashmë 2 pika që qeveria u përpoq t'i mbante sekrete nga pjesa tjetër e botës gjithashtu. Por kjo vetëm sa e bëri dëshirën e tij të rritej më fort. Po sikur të kishte më shumë pika të fshehura, Kurti ndjente se ishte detyra e tij si qytetar t'i zbulonte këto mistere dhe ja tregonte botës. Por ai nuk e dinte se ishte gati të ndeshej me misterin më të madh që kishte parë ndonjëherë dhe me të cilin do të mahnitte shumë njerëz. Dita e tij nisi si zakonisht. Ai u zgjua në agim dhe u bë gati për punë. Ndonjëherë ai kërkonte vetëm për vende të reja, të pazbuluara, ndërsa ndonjëherë peshkonte kryesisht për të shitur në tregun lokal aty pranë. Sot do të ishte dita e peshkimit të tij, megjithse jo çdo gjë shkoi sipas planit. Kurti ecte drejt barkës së tij herët në mëngjes, kur pa se ekuipazhi i tij ishte tashmë aty. Ata kishin përgatitur motorin, lundrimin dhe litarët në mënyrë që të ishin plotësisht të gatshëm për të lundruar sa më shpejt jetë e mundur. Kapiteni erdhi në bord dhe përshëndeti njerëzit e tij, pas së cilas ata u nisën. Pasi dolën nga porti dhe dolën në ujin e hapur, një antar i ekuipazhit pyeti kapitenin se ku do drejtoheshin për atë ditë. Kurti as vetë nuk e dinte. Ai donte të ndjekte rrymën dhe të udhëheqej nga dallgojt, siç kishte bërë më parë. Pa e vënë në dyshim këtë, ekuipazhi i akordoi. Kjo ishte një mënyrë lundrimi që Kurti e përdorte shpesh kur synonte të gjente vende të reja. Ai gjurmonte kursin dhe e shënonte në një hartë. Kjo hartë kishte qenë me të që në ditën e tij të parë si pronar anijeje, e mbushur me rrugët e tij të koduara me ngjyra në mënyrë që ata të mos shkonin në të njëjtën vend 2 herë. Lundrimi qet tani. Por kur ekuipazhi ishte lundruar për pothuajse 1 orë, ndodhi diçka e papritur. Dallgojt filluan të ngriheshin, pas së cilas u shfaq një rrymë e shtrenjtë. Ishte një rrymë çuditërisht e rëndë, duke bërë që në fund anija të bëhej e papërmbajtshme. Anija filloi të rrëmbehej nga rryma. I gjithë ekuipazhi u alarmua dhe të gjithë e përpoqën maksimal për të rimarrë kontrollin dhe për të menaxhuar anijen. Por kjo ishte e kotë.
Edhe pse Kurti dhe ekuipazhi i tij nuk ishin ende në rrezik për jetën, ata nuk mundën ta parandalonin anijen të lundronte pa drejtim për gjysmë ore derisa dallgoi Tiranë. Tani ishte koha të parë ndëmimet. Për fat të mirë, ekuipazhi mundi të konkludonte se nuk ishte shkaktuar shumë dëm drejt për drejti në anije. Megjithatë, ata kishin lundruar shumë larg në det, shumë më larg se sa kishin parashikuar. Kurti kontrolloi pajisjet e tij, dhe për fat radari ishte ende në punë. Por kur filloi të llogariste rrugën e kthimit, vuri re diçka. Ai pa se kishte një pikë të madhe dhe të fortë në radar, gjë që ishte e huaj për një vend aq të largët. Kurti vendovër se ç'mund të ishte kjo, sepse radari i tij ishte zakonisht shumë i akurat. Një anije e mbytur mbashe? Ai hodhi spirën dhe urdhëroi njerëzit e tij të vishen. Ishte koha për t'u zhytur. Kurti zgjodhi zhytësat e tij më të mirë për këtë punë, sepse ky mister në New York mund të ishte potencialisht diçka shumë interesante. Leoni dhe Marku u vishën, mbushën bombëllat e gazit dhe kontrolluan pajisjet e njëri tjetrit. Ata hindën në ujë. Megjithse dy zhytësit për evojë nuk e dinin se i priste një surprizë e madhe, Kurti mbante kontakt me zhytësit e tij përmes sinjaleve radiofonike, ndërsa ai mund t'i ndiqte edhe përmes kamerave të tyre. Asgjë nuk dukej e jashtëzakonshme në ujë, derisa papritur diçka u shfaq në ekran. Kurti dhe njerëzit e tij që shihnin ekranin nuk i identifikuan se çfarë ishte. Zhytësit e Kurtit as dhe u përplasën me objektin sepse ishte i kamufluar në ujë. Ishte e errët dhe dukej si një shije, por ajo gjithashtu dukej shumë më simetrik se sa diçka që krijuar në natyrë. Objekti ishte as më i madh se 2 SUV dhe zhytësit nuk i besonin syve kur u afruan. Ajo që kamerat e tyre po kapnin ishte padyshim ndryshe nga zgjë që kishte parë ndonjëri nga antarët e ekuipazhit. Dukej realisht si diçka që mund të ishte me origjinë aliene. Kurti urdhëroi shpejt njerëzit të ktheheshin në sipërfaqe që të mund të mendonin për hapin e tyre të radhës. Ata vendosën se do t'ishte më mirë të ndalonin kërkimin për peshk dhe të sillnin këtë objekt në breg në vend të kësaj. Kurti ishte konvinduar se ky objekt mund të kishte potencialisht vlerë të madhe. Megjithatë, nuk ishte e gjitha burrat, ishin të lumtur me këtë vendim. Disa prej tyre nuk i besonin situatës dhe nuk donin të kishin të bënin me këtë objekt të huaj. Dhe kështu ekuipazhi filloi të hezitonte nëse duhej të ndiqte urdhërimet e Kurtit. Veçanërisht 2 burrat që kishin parë objektin në ekranin e zhytjes, besonin se ai duhej të kishte qenë aty në ujë dhe për këtë arsye duhej të qëndronte aty. Kurti insistoi, sepse e dinte se duhej ta nxjerrte këtë objekt në sipërfaqe në një mënyrë apo në një tjetër. Në fund u vendos që Leoni dhe Marku të zbrisnin sërish me një kablo të kuq për ta mbështjellur këtë rreth objektit katror, megjithse mund të ishte më i rëndë se sa priste Kurti. Anija e peshkimit kishte një vinç i jashtëzakonshëm i të fortit, kështu që hardhi si mund të shkonte keq, apo jo. Sa për zhytësit bën punën e tyre siç duhet dhe vinçi e tërhoqi objektin lart, gjërat filluan të shkonin keq. Objekti misterioz ishte më i rëndë se sa priste Kurti, dhe anija filloi të luhatej ethështisht. Ajo në as dhe u përmbysi kur objekti në fund doli nga uji. Ata gjë që pani tronditi deri në palcan e kockave. Ata kishin nxjerrë një artefakt antik nga uji. Ai ishte shtjedhur nga një muze as një dekadë më parë. Kurti u shpërbly për gjetjen e artefaktit dhe ai u kthye në vendin e tij të merituar. Po ju, çfarë mendoni? A do ta rrezikonit anijen tuaj për një objekt të panjohur në fund të detit? Na shkruani në komente. Dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë histori misterioze si kjo.